Ardit të Bidoj, që deri më tani ka mbajtur detyrën e drejtorit të arkivave të shtetit, është në listën e hapur të kandidatëve për deputet në qarkun e Vlorës nga radhët e Partisë Socialiste. Bido thekson se vendosi të garojë në zgjedhjet e 11 majit në listat e hapura të kësaj partie në qarkun e Vlorës, në qarkun prej nga ka prejardhjen dhe ku ka lindur dhe është rritur. Ai ka ftuar socialistët dhe jo vetëm, banorë të zonave përreth si të Vlorës, Sarandës, Delvinës, Konispolit, Timarës, Finiqit dhe Selenicës, që ta votojnë me qëllim që ai pas 11 majit tjetë një zë i fuqishëm në parlament. Vendosa të garojnë në zgjedhjet e 11 majit në listat e hapura të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Në qarkun prej nga ka prejardhje, në qarkun ku jam lindur dhe ku jam rritur, në qarkun për të cilin në 17 vite të jetës sime publike kam zhvilluar betejat e njëpasnjëshme për shqetësimet e zonës dhe të komuniteteve që përbën këtë qark. Zgjedhjet e ardhshme janë të rëndësishme. Ato ndajnë për parimin evropian të Shqipërisë nga stagnacioni. Një herazi, për herë të parë qytetarët mundet realisht që të përçojnë zëri që dëshirojnë në parlamentin e shqiptarëve përmes votës së tyre. Luftoj që ky zë të jenë unë, për të çuar në parlament problematikat e qarkut të Vlorës, të Sarandës, të Delvinës, të Konispolit, të Timarës, të Finiqit dhe të Selenicës. Tani më, jo vetëm në hapësirën mediatike, por në institucionet vendimarrëse, në foltore të Kuvendit të Shqipërisë. Por Ardit Bidoj fton qytetarët që të bëhen pjesë e ekipit të tij elektoral, që siç thotë, ta vijojnë së bashku këtë rrugëtim 60 ditor drejt fitores së thellë të Partisë Socialiste edhe në qarkun e Vlorës. Bë pjesë e ekipit tim elektoral, duke u regjistruar në arditbido.al, që ta vijojnë bashkarisht këtë rrugëtim 60 ditor drejt fitores së thellë të Partisë Socialiste dhe të vetë qarkun tonë. Bashkohuni me mua.